Mesnata e shkuar ka sjellë rikthimin e rreshjeve të dëborës në zonat malore, kryesisht të dëndura në orët e mëngjesit. Rreshjet më të theksuara janë regjistruar në qafthore. Ky aks, sipas autoritetit verior të rrugëve, mbati hapur, por monitorimi kryhet vazhdimisht nga ARSH-ja qendrore. Në qarkun e Shkodrës, me fjalë, aksi Qaflaç-Komën është në rekonstruksion e sipër, për të cilën me fjalë përgjigjet firma kontraktore që e ka në rekonstruksion. Nësa ne nga kametit, me fjalë, si të ush dimnore, kena vetëm qafë Mali Firës edhe Degzim Hadroj, që është nga rruga Fusharësit, deri në qafë Ben. Me fjalë që ajo kontrat që e ka firma sipërmarrëse, ajo kontrat shkel në dy qarqe, në qarkun e Lezhës dhe në qarkun e Shkodrës. Qarkullimi përgjatë rrugës së Thethit ka qenë i shtuar gjatë fundjavës për shkak të pushimeve zyrtare, ku shumë qytetarë kanë zgjedhur Bogën dhe Thethin për ta kaluar fundjavën. Rruga vijon të jetë hapur, ndërsa firmat kontraktuese po punojnë për zgjerimin dhe krijimin e xhepave anësor. Trashësia e dëborës në pikën më të lartë të qafthores arrin në 40 cm, ndërsa në Theth aktualisht nuk ka dëbor. Edhe bashkitë e tjera të qarkut Shkodër nuk raportojnë problematika të shtuara, si shkak i kushteve atmosferike.